Deputetët socialistë dhe anëtarë të qeverisë do të mblidhen të shtunën në një takim të zgjeruar I cili do të mbahet në Pallatin e Brigatave në drejtimin e kryeministrit Edi Rama dhe drejtuesve të grupit parlamentar. Mbledhja vjen në vazhdon e takimeve periodike që mazhoranca po organizon për të koordinuar prioritetet politike dhe institucionale me tekst të veçantë të procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Një pjesë e rëndësishme e diskutimeve pritet I kushtohet projektit të planifikuar në Zvernet, I cili gjatë javëve të fundit është shoqëruar me debate publike, protesta qytetare dhe interes të shtuar nga faktor ndërkombëtar. Përfaqësuesit e qeverisë pritet paraqisin informacion mbi hapat e ndjekura deri tani dhe argumentet që mbështesin realizimin e investimit. Në agjendën e takimit do të përfshihen gjithashtu eceria e reformave të kërkuara në kuadër të integrimit evropian, puna e institucioneve në përmbushjen e detyrimeve ndaj Brukselit, si dhe projekt ligjet që pritet të shqyrtohen në sesionin e ardhshëm parlamentar. Sipas organizimit të parashikuar, deputetët do të kenë kohë të kufizuar për të paraqitur qëndrimet dhe vlerësimet e tyre mbi temat e rendit të ditës, ndërsa në përfundim pritet përcaktohen edhe objektivat politike dhe legjislative për javët në vijim.